Në Big Brother Kosova, kur lojtari nuk e sheh vetëm konkurrencën si lojë, por si një mision strategjik, çdo lëvizje merr peshë dhe çdo grup ka një plan. Kështu ndodhi kur grupi i Benitës nisi të tregojë fuqinë e tij ndaj grupit të Arditit, duke e godulisur gradualisht dhe me kujdes. Nuk ishte një sulm fizik, as një konflikt i hapur, ishte lojë psikologjike, manipulimi i perceptimeve dhe ndikimi vazhdueshëm, një strategji që tregonte se Big Brother nuk është thjesht lojë, por një betejë mendore dhe emocionale. Grupi i Benitës përdori të gjitha mjetet që kishte në dorë, fjalë të zgjedhura me kujdes, insinuata të lehta, shikime që tregonin forcën dhe lëvizje të koordinuara që nuk shpërqendronin vetëm Arditin, por edhe banorët e tjerë përreth. Çdo gjes, çdo shaka, çdo vëmendje e dhënë apo e mohuar ishte pjesë e një loje më të madhe. Ata e dinin se për të fituar ndikim, nuk duhej të krijonin konflikt të madh menjëherë, duhej të godisnin në mënyrë të heshtur, duke u bërë të dukshëm vetëm për ata që e kuptonin lojën. Arditi dhe grupi i tij u ndjej i shtyrë në pozicion mbrojtës. Nuk ishte e lehtë të përballesh me një grup që duket i bashkuar dhe i koordinuar, ku secili bën pjesën e vet në mënyrë të përkryer. Çdo reagim i tepërt mund të shërbente si armë kundër tyre, dhe çdo gabim i vogël mund të përdorej për t'i destabilizuar. Për Arditin, sfida nuk ishte vetëm të rezistonte, por edhe të kuptonte se cili ishte plani i grupit tjetër, të lexonte strategjinë dhe të mos bënte hapa të nxituara. Nga ana tjetër, Benita dukej si drejtuesja strategjike e grupit të saj. Ajo kishte një aftësi të rrallë për të përdorur energjinë e grupit dhe për të koordinuar veprimet, duke i dhënë një kuptim të qartë secilit hap. Nuk ishte thjesht guxim apo dominim, ishte mençuri, përdorimi i informacionit dhe aftësi për të kuptuar se si çdo veprim mund të perceptohet nga publiku dhe nga banorët e tjerë. Ndërkohë, tensioni mes grupeve u ndje në çdo hap, në çdo bisedë të vogël dhe në çdo shikim. Në Big Brother Kosova, lojrat nuk janë thjesht sfida fizike apo detyra argëtuese, shpesh janë teste të durimit, besnikërisë dhe strategjisë. Një nga momentet më interesante që ndodhi ishte krijimi i një grupi të detyruar. Toni, Benita dhe Klodi u futën të tre së bashku në të njëjtin ekip për lojën me fanelle, një situatë që i vuri menjëherë përballë një dileme të madhe. Ata nuk mund të zgjidhnin ku do të shkonin veç e veç. Lojtarët ishin të detyruar të lëviznin të tre së bashku, të bashkëpunonin, të planifikonin dhe, njëkohësisht, të ishin vigjilent ndaj lojës që po zhvillohej jashtë grupit të tyre. Secili prej tyre e dinte se kjo nuk ishte thjesht një detyrë fizike. Ishte një test karakteri. Klodi, duke marrë një rol udhëheqës, e shfrytëzoi këtë moment për ta shndërruar në strategji. Për 48 orë kemi luftë të tre, tha ai me seriozitet. Një shprehje që nuk ishte thjesht metaforë, ishte një paralajmërim se çdo hap, çdo zgjedhje dhe çdo bashkëpunim do të ishte i matshëm. Ai po i bënte të qartë Tonit dhe Benitës se nuk kishte vend për gabime ose impulsivitet. Për 48 orë, ata nuk ishin thjesht tre individ që luanin lojën, ishin një forcë e bashkuar ose një grup që mund të dështonte së bashku. Toni dhe Benita e kuptuan menjëherë se sfida nuk ishte vetëm fizike. Ata duhet të ishin strategjik, të bashkëpunonin dhe të lexonin jo vetëm veprimet e njëri tjetrit, por edhe të banorëve të tjerë që i vështronin nga jashtë. Çdo përplasje, çdo mosmarrëveshje mund të ndikonte në suksesin e grupit. Në këto 48 orë, grupi u kthye në një mikrokozmos i shtëpisë, lojë, tension, aleanca dhe test i durimit. Klodi nuk ishte vetëm udhëheqës, ai po matonte reagimet e Tonit dhe Benitës, duke parë se kush është i gatshëm të bashkëpunojë dhe kush mund të krijojë probleme në çastet më të ndërlikuara. Benita, me intuitën dhe qetësinë e saj, përpiqej të balanconte situatën, duke ruajtur paqen mes Tonit dhe Klodit. Toni, nga ana tjetër, nuk e fsheu karakterin e tij konkurrues, ai ishte i nga pishina, mes ujit që pasqyronte dritën dhe qetësisë së rreme që mbretëronte përreth, Dolce e përshëndeti Edin. Një përshëndetje që nuk ishte thjesht një përshëndetje, por një moment i mbushur me nënkuptime, kujtime dhe ndjenja që nuk janë shuar plotësisht. Ajo që binte menjëherë në sy ishte fakti se Dolce dukej shumë e afërt me lëndrimin. Afërsia e tyre ishte e dukshme, natyrale për syrin e jashtëm, por mjaftueshëm e fortë për të ngjallur reagime. Edi e pa skenën nga larg. Nuk foli. Nuk reagoi me fjalë. Vetëm ngriti dorën, një gest i thjeshtë, por i prerë. Një përshëndetje që në të njëjtën kohë ishte edhe lamtumir. Ishte sikur me atë lëvizje donte të thoshte gjithçka që nuk u tha kurrë me fjalë. Haroje. Haroje ti dashurinë tonë. Këto fjalë nuk u dëgjuan me zë të lartë,
por u ndjen fort në ajër. Ishin fjalë që dilnin nga një zemër që kishte dashur, ishte zhgënjur dhe tani po përpiqej të mbyllte një kapitull. Jo me urrëtie, por me një qetësi të dhimbshme, Dolce vazhdonte të rrinte pranë lëndrimit, duke qeshur lehtë, duke u dukur sikur kishte zgjedhur të ecë përpara. Por edhe aty, mes buzëqeshjeve dhe ujit të pishinës, kishte diçka që nuk fshihej dot, një e kaluar që ende peshonte. Përshëndetja e saj ndaj Edit ishte e butë, por sytë e saj tregonin se ajo e dinte se ai gjest me dorë nuk ishte indiferencë, por vendim. Edi, nga ana tjetër, e kishte marrë vendimin e tij. Nuk kishte më vend për pritje, për shpresa apo për kthime pas. Ajo që kishte qenë mes tyre kishte qenë e vërtetë, por tashmë ishte pjesë e së shkuarës. Dhe ndonjëherë, mënyra më e fortë për të treguar dashurinë që ke pasur, është ta lësh të shkojë. Ky moment i vogël, i thjesht në dukje, u kthye në një skenë të madhe emocionesh. Një përshëndetje nga pishina, një dorë e ngritur nga larg dhe një fjalë e pathënë që i dha fund gjithçkaje. Sepse jo çdo histori mbyllet me debat apo lodh. Disa mbyllen me heshtje, me një gjest dhe me një vendim të qartë, ta harrosh dashurinë që ishte për t'i hapë. Në shtëpinë e Big Brother, tensioni ishte në pikën më të lartë. Alba u kthye drejt Ludos me një ton të prerë dhe të vendosur. E keni çuar vëmendjen e gjithë shtëpisë te Eliona, i tha, duke i bërë të qartë se, sipas saj, disa dinamika po shpërqendronin banorët dhe po krijonin një atmosferë të padrejtë brenda shtëpisë. Për Alban, nuk ishte thjesht çështje e një personi, por mënyra se si vëmendja kolektive po përqendrohej te një banore në dëm të ekuilibrit të lojës. Ne duhet të diskutojmë, vazhdoi ajo, duke e kthyer çështjen në një problem strategjie dhe jo thjesht emocioni. Ishte një thirrje për reflektim, një kërkesë për të ndalur lojën e drejtë për drejtë që sipas saj po deformonte situatën. Alba kërkonte një moment për të rishikuar dhe diskutuar hapur, për të kuptuar pse shtëpia po lëvizte në një drejtim dhe çfarë ndikimi kishte kjo tek banorët, por Ludo nuk e priti mirë këtë ndërhyrje. Me një ton të ashpër dhe pak humoristik, ai i tha Albës, ndalu na i herë, o traktor. S'di të ndalesh. Ishte një përgjigje që kombinoi sfidën, mbrojtjen dhe një lloj loje me fjalët. Ludo po i tregonte Albës se nuk mund të dominonte diskursin e shtëpisë dhe se ai nuk ishte personi që do të lejonte dikë tjetër t'i caktonte kufijtë e reagimeve. Ky përplasje tregoi diçka të rëndësishme, se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjie apo afërsi emocionale, por edhe një lojë fuqie. Alba kërkonte reflektim, qetësi dhe drejtësi, ndërsa Ludo kërkonte të mbante kontrollin dhe të tregonte se nuk është i lehtë për t'u ndalur. Atmosfera u tensionua. Banorët përreth ndjen peshën e fjalëve. Fjalët e Albës nuk ishin thjesht akuza, ishin thirrje për përgjegjësi. Fjalët e Ludos nuk ishin thjesht kundërpërgjigje, ishin një sinjal se nuk do të lejonte të tjerët të diktuarin ritmin e tij. Ky moment u bë një shembull i qartë i dinamikës së shtëpisë, si tensioni, mbrojtja, strategjia dhe emocionet përplasen, shpesh në mënyrë të papritur. Dhe kur dy persona me karaktere të forta përballen, asgjë në. Ludo foli me fjalë të mëdha për Edin, fjalë që nuk dalin shpesh dhe nuk thuhen pa arsye. Ai e përshkroi Edin si një njeri jashtëzakonisht të qetë, të mirë dhe me vlera të rralla, një djalë që nuk kishte nevojë të bërtiste për t'u dëgjuar dhe as të sulmonte për t'u dalluar. Qetësia e tij ishte forca më e madhe, një qetësi që nuk vinte nga dobësia, por nga karakteri. Edi është djalë me vlera, tha Ludo, duke e theksuar këtë me bindje të plotë. Për të, Edi nuk ishte thjesht një banor në shtëpi, por një shembull sjelljeje. Një njeri që dinte të respektonte, të dëgjonte dhe të mendonte para se të fliste. Në një ambient ku tensionet shpesh dalin jashtë kontrollit. Edi ishte ai që mundohej ta ulte situatën, jo ta ndizte. Ludo tregoi se prej 3 javësh, Edi përpiqej vazhdimisht të thoshte banorëve, kujdes këtu, kujdes atje. Jo si urdhër, jo si superioritet, por si këshill. Ai i shite gjërat përpara se të shpërthenin dhe përpiqej t'i parandalonte konfliktet. Ishte ai që shite rrezikun e fjalëve, të keqkuptimeve dhe të veprimeve impulsive dhe mundohej t'i ndalte para se të bëheshin problem. Sipas Ludos, Edi ishte një nga ata njerëz që të gjithë duan t'i shohin mirë. Jo sepse bën zhurmë, por sepse përhap mirësi. Një prani që nuk lodh, por qetëson. Një njeri që nuk krijon armiq, por respekt. Dhe pikërisht kjo e bënte të veçantë, fakti që edhe ata që nuk ishin afër tij e vlerësonin. Ludo pranoi se ndoshta shumë gjëra nuk u kuptuan në kohë. Se ndonjëherë njerëzit e qetë merren si të padukshëm, edhe pse janë ata që mbajnë ekuilibrin.
Por për të, një gjë ishte e sigurt, Edila pas një emër të mirë, një imazh të pastër dhe një respekt që nuk blihet me lojë. Në fund, fjalët e Ludos nuk ishin thjesht lavdërim, por një njohje e vonuar e vlerave të një njeriu që nuk kërkoi kurrë vëmendje, por e fitoi atë me sjellje. Sepse Edi ishte nga ata persona që nuk bëjnë zhurmë kur hyjnë, por lënë boshllëk kur ikin. Dhe kjo, sipas Ludos, është shenjë e një njeriu vërtet të mirë. Një moment krejt i papritur e ktheu shtëpinë e Big Brother Albania në një sken paniku, britmash dhe kaosi total. Askush nuk e priste që banori më i ri të mos ishte njeri, por 1.000. Po, 1.000 vogël, por me efekt të madh që brenda pak sekondash arriti të trazoj gjithë shtëpinë dhe të nxjerrë në pa frikërat më të thella të banorëve. Bia ishte e para që e pa. Sapo syt i kapën lëvizjen e shpejt në dy sheme, ajo shpërtheu në britma me të madhe. Zëri i saj pushtoi gjithë shtëpinë. Ulërima, thirrje paniku dhe vrap pa drejtim. Ishte një reagim i pastër frike që nuk mund të kontrollohej. Është mi. Bërtiste ajo, duke u ngjitur pothuajse në ajër. Alba reagoi menjëherë pas saj, por ndryshe. Ajo nuk bërtiste aq fort sa Bia, por paniku i saj ishte i dukshëm. Syt i lëviznin nga njëra anë në tjetrën, duke u përpjekur të kuptonte ku ishte zhdukur Miu dhe nga mund të dilte sërish. Frika e saj ishte më e heshtur, por jo më pak e fortë. Ndërkohë, Toni u përpoq të tregonte trimëri, duke bërë sikur do ta kapte situatën nën kontroll. Me duar përpara dhe zë që përpiqej të ishte i qetë, ai tentoi të afrohej, por sa herë që Miu lëvizte, edhe Toni bënte një hap prapa. Ishte një përpjekje mes guximit dhe frikës që e bënte skenën edhe më qesharake. Kulmi i gjithë kësaj ndodhi kur Miu, i trembur po aq sa banorët, ndryshoi drejtim dhe u fut papritur përmes këmbëve të Labinotit. Në atë moment, shtëpia shpërtheu. Labinoti u ngrit menjëherë, duke kërcyer instinktivisht, ndërsa britmat u dyfishuan. Paniku i tij ishte i pastër dhe spontan, askush nuk e priste atë lëvizje, gjithçka ndodhi për disa sekonda, por mjaftuan që shtëpia të kthehej përmbys. Divane të braktisura, banorë mbi karrige, të tjerë të ngjitur pas mureve. 1.000 vogël kishte arritur të bënte atë që debatet, nominimet dhe zarfat nuk e kishin bërë dot, t'i bashkonte të gjithë në një frikë të përbashkët.